Është koha që të flasim pak për shëndetësinë në Prishtinë. Prishtina është e madhe, çdo ditë po zgjerohet dhe natyrisht që është punuar edhe gjatë këtij viti, ka pas të arritura natyrisht edhe sfida, për të cilat sot do të flasim me drejtorin e shëndetësisë në komunën e Prishtinës, doktor Izet Sadikun. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Gjatë vitit jemi taku disa herë dhe sa herë ka pas gjana të cilat janë punu për smiri, i kemi diskutu, por edhe për sfidat natyrisht. Si e konsideroni këtë vit të suksesshëm për Prishtinën, apo ka nevojë që të punohet edhe shumë më shumë? Po, sigurisht do që shëndetësia në nivel të kryeqytetit është një gjendje shumë atë mirë. Kemi sigurisht një pjesë sektore që është më avancuar, besojmë me thonë lirisht në Prishtinë. Kjo nuk është vetëm deklarimi im, por është edhe në bazë të hulumtimeve ndryshme që bëhet. Për shembull, para 2 vjetë është bërë një hulumtim i Ubo Consulting, të cilat kanë pyet qytetarë për kënaqëmërinë që kanë për shërbimet, dhe mas ujësillësit e dyta ka qenë Prishtinë, shëndetësia në Prishtinë ka qenë si kënaqëmëria e dytë. Pastaj në hulumtime që janë bërë për kërkesat që kanë njerëzit, se këtë vit ka qenë viti fushatave, dhe për kërkesat që kanë bërë, çfarë kanë kërkesat, çka presin qytetarët, kërkesat për shëndetësi kanë qenë shumë pakta, hiç fare, për aty se kënaqëmëria e tyre nuk kanë pas vërejtje ndaj shërbimeve, nuk kanë pas kërkesa shtesë për të shërbime, dhe kjo tregon që ne kemi arritur që sektorin e shëndetësisë në Prishtinë me bën një nivel tjetër, dhe kjo na ka bërë një krenar për aty se dini që shpesh ka pas vërejtje për shëndetësinë, shëndetësia është organizuar, dhe puna që është bërë këtu dhe këtë stafi që punon që janë rreth 800 punëtorë në kujdesin parësor shëndetësor në kryeqytet, kjo na ka bërë me një krenar se edhe shëndetësia mundet me bë gjëra të mira me të cilat do të kënaqen qytetarët. Unë do t'i përmendi disa prej projekte që janë që kanë impakt, besoj shumë për qytetarët. Jemi munduar që me prek 2 kategori që zakonisht janë më të ndihshme, gratë dhe fëmijët, nëna dhe fëmijët, dhe të moshuarit. Te nëna dhe fëmijët ne për herë të parë një projekt e kemi filluar para 2 vjetë, është një projekt i cili është për vizitat për gra 7 zëna dhe fëmijë 0 deri në 3 vjeç, i cili është një projekt që UNICEF dhe Ministria e Shëndetësisë ka nisur para një 10 vjetë në nivel të Kosovës, por Prishtina s'ka filluar asnjëherë. Dhe ne, për shkak të mungesës së stafit dhe numrit të vogël të stafit, ne kemi marrë guximin që me fillu, të e di që kemi staf pak, mirë, po e kemi fillu, me shpresë që do të arritim si projekt, dhe realisht është një projekt që është shumë i pranueshëm për qytetarët, për atë që ky projekt ka për qëllim, vizitat grave 7 zona, 2 vizita ju bëhet për ekipeve mjekësore, dhe pastaj fëmia mbasi lind deri në moshën 3 vjeçare bën 5 vizita, me qëllim të përcjelljes së zhvillimit të tij psikomotorik, dhe me qëllim që me përgatit nënën. Sa keni pas nevojë që me promovu këtë projekt, dhe sa është përqafuar nga ana e nanave? E din tashmë për këtë dhe po e zbatojnë? Sa jeni të kënaqur me sigurisht që kemi realizimin? Si vjet do të jenë diku mbi 3000 vizitat që janë bën në shtëpi, që është në vitin kur kanë filluar para 2 vjetë, ka qenë rreth 1700, që i vjen, sigurisht do të ketë dyfishim të vizitave këtë vit, dhe kjo tregon që e kemi rritë edhe numrin e stafit, e kemi rritë shumë, edhe kemi rritë jemi munduar sigurisht me bërë dhe informim qytetarëve, që përmes media apo përmes rrjeteve sociale, por kjo po tregon që ka pas edhe hezitim të njerëzve, por ata të cilët pastaj kanë marrë shërbimin, kanë qenë shumë falendërues. Për arsye se qëllimi është që për shembull te vizitat që i bëhet gra 7 zona, qëllimi është me informu grua, mu përgatit ato për lindjen, çfarë aktivitete me bë fizike, çfarë ushqimi me hongër, gjatë periudhës së zanimit. Pastaj mbas lindjes, me njëherë vizita e parë bëhet mas 3-4 ditë me ndihmu gruas në sret, për çështje ushqimin, sidomos ato që janë për herë të para, për aty se shpesh gratë që lindin për herë të para kanë probleme me gjithënje, edhe fëmia nuk e merr, nëse merr ato më njëherë, fillojmë i dhënë ushqim artificial shtesë, dhe si t'i japin shtesë, ai nuk e merr gjinjen e nënës, ndërsa çumshti i gjinit të nënës është shumë i rëndësishëm. Për aty se është një prej ushqimeve më kalorike dhe nuk i plotson asnjë ushqim tjetër. Prandaj ky është qëllimi i punës të grupit, dhe pastaj e përcjellëm zhvillimin e tij, të folurit, për aty që sot e keni pa që gjë më shumë rritet numri i problemeve shëndetësore me komunikim të fëmijëve, sidomos mënyra jetesë me veten, nëpër teknologji, nëpër telefona, nëpër iPad-a, dhe nëse e shohën që nuk po ka ngjeçje të tilla, ne kemi bërë lokoped, në kodrat e ekipit që me ka mjaftueshëm. Po, lokoped në fakt e kemi një, ne kemi lyp 2 lokoped, po s'ka pas
të interesuar, domthonë këtë vit në ardhshëm po i bën domosdoshmë se në fund vitit me punësu edhe një logoped që me bë që çdo fëmijë i cili ka nevojë për shërbime logopedike më nërë me fillu trajtimin për logopedit dhe e përcjellëm marrjen e vaksinave, se kjo është periudhë kur fëmijët duhen të marrë vaksinave dhe shpesh domthonë prindërit kanë hezitim për vaksinim gjatë një më shumë tash. Ky është një prej qëllimeve tona që me bizedu dhe me bind për rëndësinë që kanë vaksinat dhe vaksinimi i fëmijëve dhe sigurisht e përcjellëm zhvillimin e tij çdo problem shëndetësor që paraqitet, atë ekipet tona e orientohen që me shku te mjeku, se e dim që sa më herët që fillon intervenimi aq më mirë është. Dhe projekti i dytë që përmenda që është vizita shtëpiake që për të moshuar. Është vizita për të moshuar. Ne dim që numri i moshuarve domthonë po rritet vazhdimisht dhe po rritet mënyra jetesë, po ndryshon mënyra jetesës. Na përpara kemi jetuar familje të mëdha ku ka pas mundësi dikush me kujdes, se tash shpesh moshuarit janë vetëm dhe ka për këtë arsye ne kemi rrit dhe para 3 vjetë kur kemi ardhur në qeverisë 4 vjet në fakt po bëhet, domthonë ka qenë vetëm një ekip që ka punuar domthonë 8 orë 5 ditë javës dhe tash kemi 7 ekipe që punojnë 12 orë 365 ditë javës. Dhe që me thënë të drejtën edhe ai veç një ekip kur ka qenë ka kryer shumë punë, këtë po e them nga përvoja të cilën e ka pas. Tash kemi për shembull numri i shërbimeve që janë dhënë kur ka qenë ekipi kon 60. Sot jepen domthonë 300 shërbime në ditë. A janë të mjaftueshme, a ka nevojë që të rritet ende numri? Ne jemi të shurtu domthonë me këshir me rrit, por realisht besoj që tash gati mbi 90% të kërkesave qytetarëve të Prishtinës na jemi të imbuluar. Pas përveç kësaj ne ekip si vjet kemi fut përveç mjekëve dhe infermierëve kemi futur edhe fizioterapeutën dhe psikologun klinik, me qëllim që me filluar trajtimin fizioterapeutik të këta pacienta që kanë nevojë dhe këshillat psikologjike apo domthonë pe psikologu, duke pas parasysh që një pjesë atyre janë njerëz që qëndrojnë një kohë gjatë me smundje dhe ka nevojë edhe për këshilla psikologjike. Prandaj këto dy projekte domthonë janë shumë të rëndësishme dhe besoj që e kanë ndryshuar domthonë çësjen ndaj shërbimit. Një projekt që lidhet pikërisht me këtë me të moshuarit, por jo vetëm me të moshuarit, është shërbimi paliativ, për të cilin është diskutuar goxha shumë dhe më duket në raste të caktuara këtë shërbim në fakt e kryen edhe kjo ekip në mungesë të një shërbimi të plotë paliativ. Faktikisht ekipet e shërbimit shtëpiak janë edhe për paliativ, ne nuk kemi qendër nacionale për smundje paliative, që smundje paliative janë smundje që janë pacientë që janë në fazën terminale, që mund të kenë shumë në vjet 2 dhe ne kemi për obligim edhe shpesh me ata pastaj fatkeqësisht merr kërkush. Është kategoria më problematike edhe për pacientët edhe për vetë familjen. Ne pastaj kemi për obligim, institucionet shëndetësore kanë për obligim që çdo qytetar më apo jetën dinjiteshme deri në çastin e fundit të jetës tij. Prandaj përmes këtij shërbimi ne kemi filluar me pas edhe psikologun, edhe fizioterapeutin, edhe ekipet tona, që domthonë japin shërbim, japin terapi në shtëpi dhe kjo domthonë ka lehtësuar shumë gjendjen edhe pacientëve, po edhe familjarëve të tyre, për shkak se ato përveç nevojës shëndetësore, ato janë edhe shërbime të shtrejta, që shpesh qytetarët s'kan mundësi me pagu, për arsye se janë shërbime që domethënë një kohë gjatë, nuk jepet për një javë, po jepet ndoshta 6 muaj, 1 vit dhe kushtojnë shumë. Prandaj me këtë jepen të gjitha nga ana e ekipeve mjekësore, ka raste kur familjarët duhet të blejnë vetëm antibiotikët se mund të ketë antibiotikë ndryshëm, nuk kemi ndërsa terapinë tjetër domethënë jepën këta. Jepet komplet. Kështu që kjo ka bërë që qytetarët më një shumë të rahatshëm me këto shërbime, domethënë me të vërtetë domethënë si vjet sigurisht do të jenë mbi 80 shërbime dhe vizita që bëhen brenda vitit. Mirë, po Prishtina thamë që është e madhe, dim që janë zgjeruar, janë krijuar dhe mjeksi, qendrat mjeksive familjare gjithashtu, të cilat duket që në përgjithsisht funksionojnë mirë, përveç administratës, ta themi, aty më duket ende ka ngecje. Jo, administrata duhet me sqaruar. Administrata është pak problem domethënë i mungesës së sistemit informimit shëndetësor. Na kemi një pilot projekt, edhe ju duhet me punëtorët tonë bilen ngarkuar se ata sot e përdorin atë sistemin e informimit shëndetësor edhe i fusin dhondan të, po njëkohësisht ai detyrohet me vazhdu prapë edhe këtë pjesën fizike dhe realisht kjo e komplikon shumë domthonë edhe në një shërbim edhe për ato që ka shkuar me marrë, edhe për pacientin. Më shumë ju bën juve me shku te mjeku, më shumë ju bën me marrë me çështje kushije ti e absolutisht me çështje dokumentave. Me dokumenta e shko te mjeku e ktheva pet me marrë raportin. Kjo funksionon mirë. Ka vështirësi domthonë punën edhe për pacientin, po edhe për punëtorët që merren me atë punë, domthonë ata më shumë humbin të marrë me çështje teknike se
si punëtor shëndetësor, por kjo është pasojë e mungesës së sistemit të informimit shëndetësor, domethënë që fatkeqësisht përkundër që Kosova pe vitit 2006 e ka nisë si projekt, domethënë ende s'ka mujtë 19 vjet, po hyn vitin 20 dhe po besoj që vitin e ardhshëm domethënë me ndryshimin e qeverisë ka më qenë një prej prioriteteve për me fillu me njerëz është një prej elementeve bazike të funksionimit mirëfillt të Ministrisë së Shëndetësisë. Po, dhe nuk e besoj që është diçka që e vështirë për me pas kaq shumë probleme, nuk e besoj që ky sistem duhet të problem, kështu. Po kur flet me njerëz që merren me këtë fushë, ata thonë doktor kjo për 6 muaj kryhet. Unë s'di pse që 20 vjet ju sillen na për të ministria, por për 6 muaj kryhet. Plus do të ditë parasysh që Kosova shumë e mirë në këtë fushë. Na kemi shumë eksperta që punojnë në vende të tjera, japin shërbime e ne nuk kemi arritur me përdor ata njerëz të ne, kështu që realisht mendoj që duhet me u angazhu qeveria jashtme që domthonë një prej çështje prioritare për shëndetësinë do të jetë. Po dhe ciladot qeveri qoftë ajo duhet me bën një gjatë tillë sepse po flitet për 20 vjet dhe ka pasur edhe ndryrime të pushteteve, por askush nuk është marrë me këtë çështje. Mirë, ka dhe punë të tjera të mira të cilat janë bërë, por ka dhe shumë për të punu natyrisht. Ju këtë herë jeni edhe si kandidat për deputet në radhët e LDK-s dhe cilat i keni prioritetet në fushën e shëndetësisë, duke ditur që jeni edhe doktor, e njihni këtë fushë, punoni gjithashtu në këtë departament, po besoj që e keni një përparësi për me ditë se ku çalon shëndetësia në komunën e Prishtinës dhe me vepru. Jo, fatikisht domana të arritur që kemi bënë në shëndetësinë e Prishtinës dhe kjo periudhë 4 vjeçare menaxhimit ka treguar thashë që mund të bëjnë gjëra të mira në shëndetësi dhe kjo ka qenë një farë motivi im për me fillu garën edhe për deputet me shpresë që nëse marr votat e qytetarëve këto ndryshime që bën Prishtinë për cilën nivel të shtetit për aty se sektori i shëndetësisë vazhdon të jetë një prej sektor më problematik në vendin tonë, domthonë njëra prej sfidave është ndarja e vogël e buxhetit. Ne kemi një buxhet 3.3 GDP-s ndahet për buxhet, që është një prej vendeve me buxhetin më të vogël, nuk kemi sistem të informimit shëndetësor, nuk kemi sigurime shëndetësore. Ne kemi sot e dini i sigurojmë edhe veturat edhe kafshë, po s'kem sigurim për njerëz dhe këto do të jenë prioritetet gjë shumë e çuditshme gjithashtu sigurimi shëndetësor që mbeti ka gjatë pa u bërë. Po, do të jenë prioritetet e punës e angazhimit tim në shëndetësi. Kjo është pjesë e programit lidhjes demokratike të Kosovës me listën e cilës unë ngaroj dhe do të jenë çështja e parë do të jetë domthonë sistemi i informimit shëndetësor dhe fondi për sigurimin shëndetësor. Përmes sistemit shëndetësor ne krijojmë sistem domthonë digitalizim faktikisht i vjen digitalizim i sistemit që ne kupton domthonë me fillu me kriju dhëna për pacientin. Na sot për shembull e përmendëm edhe më herët, nëse shkoni te mjeku duhet më shumë ju shkon kohë të ju pyetaj kush jeni, nëse 3 mjek i vizitoni për një orë 3 ju pyetin një natë pyetje, se nuk ka databazaj me ditë kush je, andaj kena pas para 30 vjet ata kartona mjekësor që ka qenë, që s'paku ju keni pas një databazë që ka ndodhur me juve, a keni marrë vakcina. Dhe kjo na kemi ekspert mirë tash të IT-s, domthonë të kësaj fushë, domthonë në grupin tonë domthonë të listës së deputetëve dhe bazë bisedës që kemi bërë me ta kanë thonë doktor 6 muaj të parë domthonë kjo është problem që kryhet dhe ajo është një çështje shumë e rëndësishme se duke pas ju databazë, duke pas sistemi informimit shëndetësor dhe krijoni mundësi për me kriju politika shëndetësore. Ne nuk e dimë cilat janë sëmundjet më të mëdha që sot që kanë popullsia jote. Ne kemi këtu vetëm me hamendje bëjmë politika. Dhe në bazë saj ju e dini që kemi sëmundje malinje më shumë apo sëmundje diabet. Po. Fare. Kështu, prandaj sistemi i informimit shëndetësor së bashku me fondin për sigurimin shëndetësor, pra që fondi për sigurimin shëndetësor krijon e rrit buxhetin për shëndetësi dhe njëkohësisht krijon shumë kushte të mira, sidomos për ata që janë në moshën e pensionit, e marr shërbimet. Por a do keni buxhet mjaftueshëm pikërisht për sigurimet shëndetësore, sepse shumë është folur po ashtu në për gjitha pushtetet dhe sigurimi shëndetësor ende nuk është bërë. Do thotë është prit një vit, vitin tjetër, 4 vitet e ardhshme, por ligji parashet domon që njerëzit do të pagu 7% nga paga e tyre, domon për cilave 3.5% fakti pagun punëdhënësit dhe 3.5% pagun punëmarrësi, 7% ndahet prej pagës. Kjo i bën çaj që ka pagën më të madhe, pagun më shumë. Po kjo është një farë është me përqindje. Po, domethënë është një farë lloj solidarizimi që bën njerëzit që kanë më shumë parë, pagujnë më shumë, që me qëllim që në këtë pjesën e fundit me qenë këtë barabartë dhe pastaj domethënë pas pensionimit krijohet mundësi, sidomos me aty që janë në pension me marr terapinë, për arsye se e dim që ata këtë jetën e tyre japin kontribut për këtë vend dhe në fund ata nuk kanë shërbime të mjaftueshme shëndetësore dhe dim sa shtretë janë sot borna që marrin ata. Për këtë arsye sigurimi shëndetësor ka me kriju domethënë mundësinë që me rrit financimin për shëndetësi dhe njëkohësisht ka me kriju dhe mundësinë që me rrit performanca e punëtorëve shëndetësor që punojnë. Për arsye se sot miku i cili punon në ÇKU për marr shembull, e që i bën 5 operacione dhe ai që bën 20 operacione në fund të marrin pagën e njëjtë. Kështu që
përmes fondit sigurimit shëndetësor, pastaj kjo do të lejohet. Pra që do të jetë një sistem që domethënë ju do të me plotësu disa kushte me marr pagën bazë, me kryer disa se nëse ju e keni 20 normën, 20 operacione, po, e me bëni 10, ju e keni marrë pagës, keni marrë as pagën normale. Ndërsa nëse kryeni normën që keni, por punoni më shumë operacione mund merrni pagesa më të mëdha. Dhe kjo ka me kriju, do më merrit me stimulu ata që punojnë dhe faktikisht me destimulu ata që nuk janë punëtor. Dhe faktikisht ka morrit performanca e punës së punëtorëve shëndetësor dhe tjetër e kemi domosdoshmë një çështje që është shumë e rëndësishme, ne kemi me garantuar që kemi punësuar këtë mjek të ri dhe kemi derisa ata të marrin specializim dhe kemi kujdes ata me marrë specializim. Sot shpesh ndodh që mjekët e dim çfarë investime bën shoqëria dhe familja në kryen e fakultetit mjekësisë, që është një fakultet që zot shumë, 6 vjet domosdoshmë, dhe që është i kushtueshëm shpenzimin për studimin e fakultetit mjekësisë dhe njëkohësisht pastaj pas përfundimit të studimit shpesh ata duhet disa vjet me prit këtu ose me dal jashtë. Ne kemi pas 850 mjek diku një ndor për 4 vjet. Prandaj punësimi i tyre menjëhershëm dhe krijimi i kushtit që ata shumë shpejt me marr specializimin, do të jetë mundësi domosdoshmë që me stimulojë njerëzit që me studiu mjekësinë dhe do të jetë një zgjidhje shumë për mirë. A është e mundur që të bëhet punësimi i tyre i menjëhershëm, sepse deri më tani nuk ekzistoi mundësia dhe ka gjenerata të cilat kanë prit dhe në fund kanë vendosur zgjedhjen e Evropën. Qeveria domosdoshmë një shteti nuk është vetëm me marr me privilegjet që i takojnë, po edhe përgjithësi. Sigurisht që nuk janë fushat e këtë barabarta njëjta, por investimi, ne sot për shembull kemi buxhete në avestruesi nacional që rrin jashtë vendit, është miliarda euro janë parë të qytetarëve tanë që rrin jashtë. Domthonë, dhe ne ato një pjesë tyre mundi shfrytëzojmë, qeveria jonë mundi merr vazhdim, domthonë me komat, domthonë me përqindje dhe faktikisht ato mundi përdor vetë qeveria jonë edhe rritet fondi, po njëkohësisht përdorin në Kosovë mjetet. Kështu që këto mjete kanë me mundësu domosdoshmë që me rritjen e buxhetit dhe kjo rritje e buxhetit njëra prej prioriteteve ka me qenë domosdoshmë edhe pagesa e mjekëve të rinj dhe infermierëve dhe njëkohësisht domosdoshmë do ta kemi një ndërtimin e qendrës të re klinikë universitare. Ka pas dilema domosdoshmë kjo çështje, por ne e dimë që qendra klinikë universitare sot është një qendër që është ndërtuar në vitin 1964, ku mos gabosha dhe ka qenë spitali i qytetit ku është ndërtuar, ndërsa sot ajo është qendër që ofron shërbime për 1,5 milion banor dhe sigurisht është bërë plot investime në të, një bë improvizime, por e ka humb shpesh kuptimin që ka pas në fillim, do e bë tu ndërtu kate të reja, tu shtu dhoma, shtesë. Prandaj do dojmë bë një qendër për aty se edhe kur është ndërtuar qendra jon, kanë pas tjera prioritete shëndetësia. Ata kanë qenë smundje për shembull tuberkulozi, ka qenë shumë smundje shumë e përhapur. Sot shumë s'ke nevojë me hospitalizu për tuberkulozë. Atëherë s'ka pas smundje shumë malinje, sot ka shumë smundje malinje. Prandaj duhet me destinimi me qenë për smundje që sot janë. Po, dhe që janë aktuale, sigurisht kjo mund bëhet domosdoshmë me një gjysmë miliardi euro, domosdoshmë që është investimi më i madh që ka bën shëndetësi. Spitali i Prishtinës do ta ndihmojë shumë ÇKU-kën. Po s'ka diskutim, domosdoshmë edhe ata ka pas garancione që kjo qeveri deri tash ka qenë bllokuar Spitali i Prishtinës. Ne kemi një projekt i cili prej korrikut vitit 2024 është i dorëzuar nga një kompani vendore dhe ndërkombëtare që është hartu projekti detaj për Spitalin e Prishtinës, fizibiliteti për edhe projekti detaj, por rënë sekretari i Ministrisë së Punës së Brendshme dhe 2 herë kryetari i Prishtinës për parim brava në korrekt ngusht fakt vitit kaluar dhe nëntor ka bërë kërkesë zyrtare për me dorëzuar projektin, për aty që ne kemi siguruar hapësirën, kemi pas buxhet, plus në bisedat që ka pas kryetari ka pasur donacion të mundshëm prej Katarit, mirë po ne nuk kemi pas projektin. Ata kanë kërkuar projektin Katari, s'kemi mundë me dërguar se zyrtarisht nuk na është dorëzuar. Prandaj qeveria e ardhshme është garantuar që do të ndihmoj do të përkrahet ndërtimin e Spitalit të Prishtinës, që është shumë i rëndësishëm për qytetarët e Prishtinës. Ju para mendoni sot këtë qytete të tjera kanë, qytete të mëdha kanë spitalin, ndërsa vetëm Prishtina s'ka. Dhe qytetarët e Prishtinës sot duhet me hyrë në konkurrencë me 1,5 milion banor. Dhe ata do me prit shumë më shumë për marrë të shërbimit të mjeku nivelit sekondar ose terciar, se sa që pret një mjek, një pacient në qytete tjera. Prandaj Spitali i Prishtinës sigurisht që gjatë këtij mandati edhe të kryetarit Rama, po me përkatjen e qeverisë do të jetë një spital apo një investim më i madh në shëndetësi në komunën e Prishtinës. Po. Këto janë, po besoj, projektet kryesore të cilat synoni dhe që ne duhet të besojmë, domethënë nëse veç vini në qeveri, qoftë Lidhja Demokratike, qoftë edhe partitë e tjera, sepse nuk e di mende kush do ta qeverisë tutje, por janë refrene nëse mund të themi të cilat përsëriten ndër vite dhe qytetari lirisht mund të themi, unë jam qytetar në këtë rast që është paksa i zhgënjur me shumë premtime e me pak punë.
Unë po du më thonë që mas pari premtimi që te kemi në Prishtinë kemi realizu. Përveç spitalit Prishtinës i cili jemi pregadit që një vjetë kemi pas buxhet dhe na është bloku, tjerat premtime në fushën qytetësisë dhe kjo tregon që kjo gatishmëri e imja dhe kjo punë që është bë në Prishtinë na do të angazhojmë me bë edhe në nivel të Kosovës me qeverisjen e Lumir Abdigjikut. Unë besoj që premtimet e tina dhe vizioni ynë është me bë ndryshime rëndësore. Ne deri tash kemi bërë shpesh jemi frigu për investime më dha, ndërsa e di që për arsye se nuk kanë pas guxim njerëzit, në politikë do me pas edhe guxim. Që në vitet 70 e bë këto institucione që kemi sot, me QKU, me universitet, me pallat të rinis. Gjitha institucionet janë bërë për 4-5 vite. Çka mund me i bë njerëzit tonë para 50 vite, s'po mund sot mas 50 vite me marr guximin me nisti projekt madh, e këto projekte të mëdha në shëndetësi duhet me bë për arsye se këto krijojnë stabilitet dhe faktikisht investimet në shëndetësi nuk janë veç investime në shëndet, po janë edhe investime në ekonomi. Pra që na tu investu me pas një jetë shëndetshme, na e bëjmë ma produktive atë person. Nërsa sot plot njerëz të na fatkeqësisht shpesh si të bëjnë në moshën 60 vjeçare fillon me marr terapi, jo për hipertension, jo për diabet, dhe ai shpesh në atë pjesën në fazën e fundit jetës tina më shumë është në përpushime mjekësore sa që jep ndërsa që jep shërbime punës, së është efektiv në punën e vet, nëse në vend ke plot që në vende tjera, për shembull në Perëndim, aty ka sistem shëndetësor të mirë atë të 80 vjet mund me dhon shërbime, jo në 65 vjet. Natyrisht edhe jetëgjatësia varet shumë edhe prej kësaj. Dhe për fond, sepse minutat na shkun, sektori publik dhe privat i shëndetësisë është një temë tjetër gjithashtu shumë e rëndësishme. Si e keni planifikuar? Të ketë ndarjet sektorit publik nga i privat do të jetë më mirë apo keni ndonjë plan tjetër? Jo, do të qëllimi ynë ka me qenë që sektori privat është sektor shumë i rëndësishëm në Kosovë, do të edhe sektori privat do me pasi një sektor i cili do të e përkrah do të sektorin publik. Do të ato fusha, ka fusha caktuara shumë specifike që është vështirë me zhvilluti krejt qatë shërbim në sektorin publik, dhe në ato fusha do të dojmë me forcu sektorin privat. Do të kështu që mes me po ato si armik si sektorin publik, dhe sigurisht ai kish me kriju një konkurencë. Do realisht, po i them se ka plot qytetarë që sot më kanë thonë, tu i po që në investicion familjare në Prishtinë kemi heqë dorë pe shkurjes në sektorin privat. Do të pasë shërbimet janë të mira, do kemi nevojë institucione shëndetësore, kujdes parësor dhe nëse kushtet janë të barabarta ai shkon në sektorin publik. Prandaj qëllimi është këto investime që përmend në sektorin publik, na tu investu të ndërtu një objekt të ri, të bë fonde për sigurimin shëndetësor, të bë një qendër klinike ndërkombëtare 3, ne kemi bë konkurrent në treg me qenë konkurrent edhe me privatin. Se sot me shku, ju keni pa njerëzit njëra prej arsye pse thonë shkova në privat, thonë se çfarë kushte kish. Nëse të na shërbimi shumë i mirë në për sektorin publik, po shpesh kushtet janë për me dëshiru. Nuk i qarshafa, nuk i elementare kur ti shmrena dhe ti nuk nihesh komod, edhe ndodh që shpesh pastaj me shku vetëm ata që kanë çore bashku. Dhe si keni do të ketë një bashkëpunim, të ketë ndarje sepse këto dhe kompetencat në bazë shumë edhe shumë mjek, ku ka ankesa që është i puncuar në sektorin publik, jep shërbime edhe në atë privat dhe mandej është një farë lloj konflikti interesit aty dhe kjo. Ka qenë një farë ide e dim domethënë që më herët që me nda ky sektor, po gjykata kushtetuese ka pa këtu që është jo kushtetuese nëse ja mohon dikuj që me punu mbas orarit, domethënë kështu që qëllimi është që ti nëse krijon kushtet përmes fondit sigurimeve, që njerëzit me rrit nëse e rrit performancën, e rrit numrin e operacioneve, ai paguhet brenda institucionit për çfarë punë që bën, ai s'ka më tentuar me shkuar privat. Sa i fillon aty punën ku është pa investime hiç, me filluar me rrit paga. Se për shembull vend që mi pas 20 operacione, ai bën 30 muaj, ai paguhet shtesë për ato operacione. Dhe kjo ka me kriju mundësinë që do më një pjesë e madhe shërbimeve me kthy në sektorin publik, që kemi rastin e kardiokirurgjisë, ju e dini. Sa klinika kardiokirurgjike ka qenë në Kosovë, ndërsa sot me hapjen e saj është voglu numri, ende kemi, se kemi nevojë se s'mundemi kry sigurisht gjitha nevojat që ka Kosova vetëm një klinikë kardiokirurgjisë, por kemi edhe në sektorin privat, por është numri shumë i vogël. Dhe ne nëse arritëm shumë kardiokirurgjinë ende me staf dhe me pajisje të reja, moderne, atë sigurisht ka më rrit nevojë, ka më zgjodhur nevojë për me shku. Po patjetër, ne kemi edhe një numër të pacientëve, harrova edhe këtë që shëtisin vende të ndryshme të Evropës dhe të botës për të marrë disa shërbime të cilat nuk kryen në Kosovë.
ne po e shohim që mjekët tanë posa dalin në vendet e tjera marrin pozicione udhëhecë dhe janë mjekë shumë të mirë, por ka nevojë që të ketë ndoshta shumë investime që këta mjekët i kemi këtu dhe ato intervenimet i bëjnë brenda vendit të tyre, të mos ketë nevojë të jepen ekstra pagesa nga Ministria e Shëndetësisë dhe burimet e tjera për intervenime të ndryshme në fushën e shëndetësisë. Po këto do në faktikisht sot në mjekësi njihen si turizëm mjekësor, do realisht kemë shumë që në fushën e stomatologjisë. Plot bashkëdhëtarët tanë që punojnë jashtë ata vinë shërbimet e këtu janë shumë të mira dhe shumë të mira. Dhe në fushën e estetikës, Turqia për shembull është një shtet që njerëzit prej këtë vendeve të Evropës shkojnë në Turqi për fushën e intervenimeve estetike. Dhe ne do duhet këtë punë me këtu pak edhe në nivel global, nivel rajonal, që për shembull për disa shërbime materiala nuk kem për shembull nuk ka target mjaftueshëm vetëm Kosova. Do duhet me pas që disa fusha me bë Shqipëria, Maqedonia, Morizi dhe me qenë Kosova për to prioritet. Për një fushë tjetër me qenë Shqipëria, që qendra referente. Po referente dhe pastaj qytetarët domon bëhet aty turizmi. Kështu që tjetër domon brenda Kosovës na duhet me forcu spitalet regionale. Shumë që përpara ka qenë shumë spitali primar, kam dëgjuar i Mitrovicës, ka pas kirurgjinë përmes më thonë ndoshta më të mirë se Prishtina, po nivel Prishtinës se ka pas. Dhe njerëzit u shku ose ka pas Peja ka pas spitalin për mushkëri. Dhe njerëzit për këtë Kosovën shkuan Pejë. Tash në Pejë aty ka pasur një zhvillim ekonomik, se të shku njerëzit aty të bujt aty, të bosh penzimin në Pejë, do të ka pasur zhvillim ekonomik. Kështu që realisht ne duhet me mendu këto dhe sigurisht një komponent e rëndësishme do të jetë bashkëpunimi me kolegët tanë që janë në diasporë. Na kemi numër të madh të mjekëve sot që janë në diasporë, sidomos në Gjermani dhe në Zvicër. Dhe ata mujnë me ndihmu shumë zhvillimin e mjekësisë. Jo detyrimisht të u kthy në Kosovë, po spaku për shembull tu na ndihmu me marr kolegë tanë specializantë të rinj që 100% të punojnë ata. Nëse dikush sot shkon një mjekëri 6 muaj rrin në Gjermani, një qend ose një vit, ai do të jetë ndihmë shumë e madhe dhe qeveria do të kujdeset që këtë pjesën e shpenzimit që shkon specializantë me ambulu, që në fjetjen e qëndrimin atje, ndërsa sigurisht atë qëndrimin brenda profesional dhe përgatitjen profesionale i siguron vetë kolegu ynë apo mjek tanë që janë disa janë udhëheqësa, disa janë mjek me renome nëpër Evropë dhe kjo kish me ndihmu domon me zhvillu shëndetësinë domon për arsye se sot domon është bë globalizëm dhe shkulja për shembull në një vend në Zvicër ose në Gjermani ti brenda 2 orë plot njerëz mundin me punu gjatë vikendit më kthyen në Kosovë. Po. Mirë, suksese. Ne po urojmë domethënë që të bëhet shumë më mirë dhe në fushën e shëndetësisë në vendin tonë dhe të kemi sa më pak nevojë për bredhje të tilla, si të pacientëve, po ashtu të profesionistëve shëndetësor. Suksese tutje. Faleminderit shumë. Faleminderit.